Në thonjë, në një mënyrë tjetër, derivati ka qenë doktrina e frenimit. Deterenca që quhet. Deterenca. Sepse në fundit qëllimi numër 1 dhe kryesor dhe i vetëm i ushtrisë është paqja. Dhe ushtria jonë, si vi spacem parabellum, në qoftë do paqja realizoi misionin e saj, ruajti paqen. Çdo kundërshtar nga ata që kemi pas në rreth e rrotull, i bënte shumë mirë llogarit para se të mendonte të bënte në një plan kundër shtetit tonë. Unë jam plotësisht i bindur që ata serbët dhe komshinët e tjerë, grekët janë. Grekët dhe italianët në atë kohë, këta ishin amiki, nuk po them amerikanë dhe rusët, po këta tre komshinët janë plotësisht i bindur që nuk futeshin dot 1 centimetër në territor, 1 centimetër. Do të thonë ka qenë ideja që Kostoja nuk ja vlente ta pushtojë këtë vend. Kjo është deterenca. Po musulmove do lesh kockat, po mirë rri aty ku je dhe unë po rri. Çmimi i gjakun nuk do ja vlej tokën që do pushtosh. Dhe sa do ta vëzohesh në gjendje ta mbash. Sa do ta mbash. Po, e vërtet është. Kjo ka qenë. Është kjo që është sot në Ukrainë që rusët nuk pretendojnë ma tanë lumit. Jo, ne po e shohim konkretisht ashti. Në fillimet e luftës Ukraina u tërhoq. I la territor që të fiton dhe kohë. Dhe nuk mundi do të marrë kur. Thellësia strategjike që e quajnë, po që ne dhe izraelitët nuk e kemi. Nuk e kemi, pra, s'mund ta kemi. Prandaj bëhet ajo që ti do bësh mbrojtje aktive në vinë parë. Sepse po të rogjer nuk mund ta marrësh dot më. Nuk mund ta marrësh dot më atë pjesë territori ku je të rregjur. Aq më tepër vendi jonë që ka drejtimet strategjike të depërtimit në vendin tonë janë Lugina. Sa mund të na bini neve nga toka? Në çfarë drejtimesh ishte llogaritur në ato kohë që do mbrohej? Se natyrisht në një maj mali të the pjesur në bjeshkën namona nuk e ku luftonë, se thyen këmbët, po. Ju keni qenë Malësiave. Po. Moriqani. Sa është nxënësia asaj zone? E ke pa rrugën e... Ajo është nxënësia e terrenit, këtë nuk kuptoj, rrugët e komunikimit dhe hapësirën. Shumë e kollaj të mbahet edhe me mortaja të vogla, kalibrit të vogël. E pa aty ka pas i brigadë tonë. Kusht sa do qoftë ai planizuesi armik që depërtonte aty, s'mund të fuste dot më tepër kurrë më tepër se një brigadë. Nuk mundet dot një brigadë ta vendosësh në skalion. E tregoj në fakt e vërtetë është. Është si puna e termopileve, që sado që ishin persianët, mjaftonin 300... Pra nxënësia e terrenit, nxënësia operative e terrenit quhet në gjuhën ushtarake, ajo, ti mund të kesh qindra mira, po nxënësinë në luginën e Dropollit. Po, aq është ajo fusha. Për të mos harruar pastaj fortifikimi brillant. Fortifikimi brillant tonin. Unë nuk di rast. Shiko, nuk e di, ke vënë re kanë filluar, nuk tallen më me bunkerë. Pa dyshim, sepse po shohin çfarë po bëhet atje. Jo, po shohin çfarë po bëhet në Gaza. Jo, shohin çfarë po bëhet dhe e kuptojnë që në Ukraina nëse humbi territor, humbi se se kisha të fortifikuar, dhe nuk hariti t'ja u merrte rusët se rusët e fortifikuan. Kaq. Fortifikimi i rus i asaj linjës nuk është se ka qenë një rajon tepër i fortifikuar. 1 deri në 3 breza maksimumi e quajtur. Të fortifikuar, jo tepër të fortifikuar. Ne kemi pasur tepër të fortifikuar. Ne kishim skuadra me 10 veta, kishte 3 bunkerë. Te ne. 3 bunkerë për hapje zjarri për mitraillozë automatik dhe mitraillozë rënd, dhe 1 bunker për topin kundër tank 75 mm, ai që ishte i hapur nga mbrapa. Rajonet tona ka qenë tepër të fortifikuara. Unë jam plotësisht i bindur, sepse pas 92-shit me hapjen ton, me futjen ton në programin partneritetit për paqe me NATO-n, këtu te ne erdhën ushtrit e vendeve perëndimore, Italiania, Amerikania, Grekja, erdhën formacionet i bënim stërvitjet përbashkëta. Dhe ne pam dhe nivelin e armatimit të këmbësorisë, bëhet fjalë për
nivelin e artimit këmbësorisë, nivelin e stërvitjes. Në fakt neve po e shikojmë nuk kemi qëndruar mbrapa. Unë e shpjegoj kështu, nga fakti që ishim të vetëm, ne përpiqeshim të merrshim maksimumin. Jo, ne po shikoj dhe luftën në Ukrainë, hiq dronët që janë këtu në një tmerr, këmbësoria është po ajo, granata automatik, granat Helsi, këto janë, ne këto i kishim e bollek. Krehrat e fishekëve. Ne këto i kishim e bollek, realisht i kishim e bollek. Ne mangësia madje kam idenë që artilleri nuk kanë aq shumë sa kemi pasur neve Ukrainë. Për territorin që mbronin ne, për territorin ne kemi qenë ushtria më e armatosur e botës. Beni, kam ndjekur një specialist italian që flisë për luftën midis dy Koreve dhe thoshte, nëse bëhet kjo lufta midis dy Koreve, ajo ka vërtet qenë një luftë e intensitetit të lartë, ku për një kohë të shkurtër do të digjen... Do të përplasen... Kështu ishte planifikuar edhe nga ana jonë një luftë e intensitetit të lartë. Do më thënë, jo si kjo Ukrainës që një herë godet këtu pastaj 100 kilometra lartë. Luftë e intensitetit lartë. Ky ishte varianti më i vështirë për planizuesit tanë ushtarak. Dhe për mua, strategu më i madh ushtarak që ka pasur ndonjëherë shteti shqiptar është, nuk e di kush mund dalë tashme, po duhet provuar në luftë, ka qenë Mehmet Shehu. Është vepër ekskluzive e Mehmet Shehut gjithçka që arriti, ndërtoi, organizoi dhe u pajis ushtria shqiptare, është vepër ekskluzive e tij. Dhe po ju them dhe një fakt. Asnjë armë e rëndë e jona që kemi pas në atë kohë nuk është blerë tanë. Jo, e di, kanë dalë faktet që janë marrë... Asnjë armë, asnjë municioni i rëndë i kësaj arme nuk është blerë nga shteti shqiptar, është dhuruar nga rusët dhe nga kinezët. Kinezët në fakt i dhanë 3 fishin. Kinezët dhanë 3 fishin. Sa tanke kemi pasur? Atëhere, tanket T-59 kinezë, kopja e T-54-s, e modifikuan pak kinezët, po gjithsesi ajo lufton akoma, ka tanke që luftojnë të tillë. Po, i kam pa. 760. Nuk e di, disa shok të një oficer... Sa? 760. Edhe 138 T-34, T-5, që na e solli rusët. Ato janë planifikuar më tepër të luftonin të groposur? Të groposura. Edhe në drejtimet më të ndihmuese, për shembull, Peshkopia ka pasi batalion tankësh T-34. Pjesa e kësaj Librazhit ka pasur një batalion tankësh. Do më thënë diku të rreth 1000 tanket? Rreth 1000 tanke dhe rreth 200 transportues të blinduar. Këto BMP që janë 1-2? Jo, të variantit MTLB-ja, BTR-50 dhe A531 që janë të prodhimit kinez. Por, kinezët që bënë? Kinezët morën, kopjuan modelin Amerikan të M113-ës, të transportuesit të blinduar, morën dhe këtë modelin BTR-50 rus dhe i nëzorën një të veti. Kjo është shumë i mirë, është sot, është shumë i mirë, është lundrus. Transportuesi blinduar lundrus. Amerikanët nuk e kanë, as Bradley lundrus, as këtë M113. Beni, thuhet që, do më thënë, armatimi i modelit sovjetik nuk u treguan në lartësinë e duhur. Tani këtu jemi edhe në fushën e propagandës. Ti si specialist, si e shikon? Unë mendoj kështu. Ukraina... Se si tha, i plumbi i ha të gjitha. Ukraina ka marrë rreth 360 sisteme, pra, kur them sistem, një grup zjarri. Rreth 360 sisteme të artillerisë perëndimore 155 mm. Ndërkohë... Ne sa kishim? Ndërkohë ka vetë mbi 3 mjeca të artillerit sovjetike. Këta për 300... Po, 360 i kanë dhenë. 10% nevojave. Ndërkohë që ata kishin 1500 të tyra. Ata kishin 3 mjeca. Po ne, sa kemi pasur? Ne kemi pas 1500, po them. Për kaq territor kemi pasur. Po, kaq pak territor. Do të thënë, gjithë vija e frontit ton mund të shkonte në rastin që sulmoheshin nga 2 krah 360 kilometra. Ata e kanë
Po, mos harroni luginat. Po pra, janë vetëm lugina, malet nuk e që bën. Aq më tepër që ne, traditat tona ishin luftë malore. E kemi pasur dhe këmbëleta faqe bardhë, po zakonisht këmbëleta kur s'kishim as shtet, as organizim, kur kishim organizim fisnar. Dhe atëherë kemi bërë luftë, edhe kundër serbit dhe kundër këtyre tjerëve. Por na zalla si e përmend aleat e NATO-s, po nesa. Po mirë se me që e përmendë